Përshëndetje. Zjarri i rënd, dje në Tiranë, nuk është një rasti tragjike. Është pasojë direkte e një modeli të dështuar të zhvillimi urban, kur për vite me radhë janë dhënë leje ndërtimi pa standarde, pa kontroll dhe pa respektuar sigurinë minimale të qytetarëve. Kjo ngjarje konfirmon një problem të njohur. Në vend të standardeve reale të sigurisë, është ndërtuar një kulturë fasadash. Pallate që duken bukur nga jashtë, por që në thelb nuk garantojnë as minimumin e sigurisë për banorët. Fasada që zbukurojnë qytetin sa për sy e faqe, por që në raste emergjencash kthehen në rrezik real për jetën. Kjo lidhet drejt për drejt me modelin e ndërtimit të kryeqytetit gjatë dekadave e Rama. Tirana nuk po zhvillohet mbi bazë planifikimi urban dhe interesi publik, por sipas një qasje të centralizuar grabice, ku vendimarrja për zhvillimin e qytetit ndikohet nga vullneti i një njeriu me klikën e tij dhe jo nga standardet profesionale. Njëkohësisht është konsoliduar një model ekonomik i mbështetur te betonizimi intensiv, ku çdo hapësirë shfrytëzohet për ndërtim, shpesh në mungesë transparence dhe kontrolli efektiv. Ky model ka prodhuar një qytet të mbigarkuar me densitet të lartë dhe me rreziqe të shtuara për sigurinë urbane. Ngjarja e djeshme dhe rastet e përsëritura tregojnë se paralajmërimet kanë ekzistuar, por nuk janë marrë masa. Nuk janë ndaluar materialet e rrezikshme, nuk janë kontrolluar standardet dhe nuk është mbajtur përgjegjësi. Fakti që për një zjarr nga një pallat mobilizohen strukturat nga disa bashki tregon qartë mungesën e kapaciteteve dhe dobësitë e sistemit. Një kryeqytet që nuk përballon dot emergjencat me burimet e veta ka dështuar në funksionet bazë. Përgjegjësia nuk është vetëm teknike, ajo është politike dhe institucionale. Lejet e ndërtimit, kontrolli i zbatimit dhe garantimi i standardeve janë detyrë e institucioneve publike. Kur këto dështojnë, përgjegjësia shkon në nivele më të lartë të vendimarrjes. Deklarata e kryeministrit nuk është gjë tjetër përveç se një tentativë për të fshehur përgjegjësinë e vërtetë, i cili në fakt është vetë ai. Partia Demokratike kërkon hetim të plot dhe të pavarur për këtë ngjarje dhe rastet e mëparshme të ngjashme, verifikim të menjëhershëm të materialeve të përdorura në fasadat e pallateve ekzistuese, ndërhyrje urgjente për zëvendësimin e fasadave të rrezikshme, auditim të lejeve të ndërtimit dhe respektim të kushteve teknike, rritje të kapaciteteve të shërbimeve zjarr fikse dhe emergjencave civile, që do të thotë një ndryshim rrënjësor të modelit të zhvillimit urban. Ky është një moment që kërkon reflektim dhe veprim. Modeli i fasadave ka mbaruar. Ndryshimi i kësaj qasje është domosdoshmëri. Tirana duhet të rikthehet në një kryeqytet funksional, të sigurt dhe të jetueshëm. Faleminderit.